Po çfarë mendon ti Syç? Si ka mundësi atëre një 80 vjeçar, një 82 vjeçar, një kryetar partie që mezi e kuptoi veriu im, mezi e kuptoi Shkodra ime, që nuk duhet të binte lojën e komunistëve për me mbështet ta njerëz. E kupton? Po duhet mbështeste një njeri të lirë, një njeri të hapur, një njeri që do më na integru, një artist madh, një burr që do më na fut në Europë. Dhe besoj që e ka kuptu. E ka kuptu Syç. Përse flisim me kaq superlativa për Ramën? Po, Syç tash e flas me superlativa dhe po dalte Rama sepse është momenti i zgjedhjeve për hir të vërtetës dhe jam i bindur që gjithë njerëzit që janë kategoria ime dhe kanë ardhur kanë ecë në jetë nëpërmjet punës dhe djersës dhe shohin ëndra për natë për punë, shohin ëndra për natë që t'i edukojnë fëmijët e vet me frymën e lirisë dhe t'i edukojnë me të vërtetën, unë mendoj që është shumica e shqiptarëve në Shqipëri dhe shumica shqiptarëve suksesshëm në emigracion që janë me Ramën, sepse ndjejnë, ata jashtë ndjejnë që është kthyer dinjiteti dhe Shqipëria është më dinjitoze në sytë e gjithë Europës, në sytë e gjithë botës, po dhe ne këtu mrena që na kanë trajtu për komprachikoz, se kemi lexuar të dy Victor Hugon, e kupton apo jo? Ne na kanë trajtu për komprachikoz në të gjithë kufit e Europës. Ne na kanë sakatu dhe na kanë trajtu si njerëz që shihshin me çudi si mundemi ne të bëjmë punë të mirë dhe të hyjmë dhe të bëjmë konkurrencë në tregun botnor Syç. Dhe mua më vjen keq për një gjë. Unë nuk jam i pasur, nuk jam talle me këtë historinë oligarkëve, unë nuk jam Zamiri, nuk jam Qeti, kupton, i kam të dy miq, nuk jam fare xhelos për ta. Por mendoj që Gjergj Luca ka një vend shumë të madh se sa Zamir Mane dhe shumë të madh se sa Qeti, për sa i përket frymës dhe për sa i përket arritjeve të Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare, sepse këta kanë bler, mundësi në Shqipëri të ndryshme, me toka, me vendet bukra dhe i kanë përkthyer në lek duke i shitur dhe kanë ecur përpara, kupton, në një kohë që Shqipëria ka shumë prodhues si puna ime, që unë mendoj që këta prodhues dhe këta eksportues si puna ime që lodhen ditë natë janë dinjiteti, janë fryma, janë mbështetësit më të mëdhenj të Shqipërisë dhe të politikës që bën e drama për ta integruar Shqipërinë në komunitetin evropian dhe në botë.